Kjo vajzë duket se po viziton të dashurin e saj në burg. Në realitet, ajo po ja dorëzon atij fshehurazi një kartë celulari të fshehur në llakun e thonive. Kjo kartë mund të shitet me çmim të lartë në burg. Dani lehtësisht fitoi $10,000, por i shpenzoi të gjithë paratë në plastelin, sepse ajo është mjeti më i rëndësishëm për planin e tij të aratisjes. Kur erdhi koha për stërvitjen në obor, Dani vuri qëllimisht guralec në makinën e qethjes së barit, duke i shkrepur dhe duke thyer dritaren e makinës së doktorit. Doktori u ndje shumë i pafuqishëm kur e pa. Kjo makinë, më shumë se 100 vjeçare, me siguri do të ishte shumë e vështirë për t'u riparuar. I burgosur i mat, pranë tij, tha se mund ta riparonte. Para se të hynte në burg, ai kishte qenë mekanik i specializuar për makina. Përpara një mekaniku falas, doktori natyrisht pranoi. Por doktori nuk e dinte se Mat ishte shoqëruesi i Danit. Kur Roja ishte gati ta çonte Mat jashtë, ai u bë sikur po i kapi një krizë astme dhe, ndërsa Kolitej ju ofrua Rojit duke përdorur plastelinën për të kopjuar konturin e Chelsea. Pasi doli jashtë, Mat bëri një inspektim të plotë të makinës. Ai dukej se po e riparonte, por në të vërtetë po goste vendi më të mirë për të fshehur. Kur gjithçka ishte gati, Dani përfitoi nga pakujdesia e të gjithëve dhe hodhi disa kërpudha të skaduara në drek. Pastaj i dha shenjë Matit se ishte koha për të filluar. Duke parë këtë, Mat shkoi menjëherë te Roja dhe kërkoi të shkonte në infermeri për të bërë perfuzion, duke pretenduar se kishte mbetur me pasoja nga astma. Ndërsa të burgosurit hëngrën drekën, filluan të kenë halucinacione dhe u çmendën. Edhe punonjësit e kuzhinës u prekën. Duke parë këtë, Dani mori një thik të vogël dhe u bë sikur edhe ai ishte helmuar, duke u prerë qëllimisht pëllëmbën. Duke parë këtë, Roja nxitoi ta çonte në infermeri. Ndërkohë, efektet e kërpudhave filluan të vepronin plotësisht dhe kuzhina ra në kaos. Infermierja mori urdhër dhe menjëherë çoi të gjithë.